është drejt kushtetuese. Në paligjshmëri janë urdhëruesit e këtyre. Këta policë të thjeshtë janë viktima të bandës së pushtetit. Asgjë se ndal dot mashinën tonë. Asgjë. Do të vjoni mashinën. Ne ju bëjmë noka policëve të bashkohen me qytetarët sepse këto janë guaj të vjedhur saq janë çdo shqiptar. Këta janë të vjedhur nga Milinda, nga Belinda. Këta luftojnë dhe punojnë për bukën e gojës, ndërkohë Milinda vjedh miliona euro. Dhe ajo rrin shtëpi, ta rrin përballë me motra të vezë tyre. Ta i bëjnë thirrje, ta hapin rrugën, mos i shërbejnë. Skënder, Ballukut. Por i shërbejnë ligjit. Hapuni tashin. Do të noka do të vjoni mashinën, do të Pasi diskutim. shkoni drejt Ministrisë së Brendshme. Diskutim mashinën bulevard. Mashini është i pandalshëm në nuk dalë. Si jemi Champs-Élysées. Në dy protestat e fundit kanë ndryshuar çaste nga jush. Që nuk lejon as i veprim. Sepse është emëruar drejtor Skënder Bistri apo Skënder Balluku. Dhe do t'ja nxjerrim edhe vilat edhe gjërat që i ka, ande nga farka, po avash Skënder Hajdutit. Është si të proceson Kështu që Champs-Élysées, ne nuk na ndalon. Ai është kamikazi politik i regjimit dhe të harroj se mund ndaloj opozitën në përballje. Hapë rrugën.